Përshëndetje dhe mirë se erdhët përsëri në vlogun e radhës. Kemi nisur për tek Tegu dhe kemi menduar t'ju marrim me vete. Kush na I dha këtë mendim? Baboja. Baboja? Nuk ka shumë brema. Pse na tha kënë në brema po? Se pajmend. Unë ka shumë brema. Aja ikim nesër nga Tegu. Prandaj the edhe ti sot. Do me thënë ishte ideja e Roanit. Roan, ti na I bëre këtë të mirë. Po ti sa ashtu, do ishëm shpika ne. Ha mor burë qa shikon? Kush ishte? Shikon ato makina që ishte. Që jam me impian gazit. Shakira. Jemi në përfundim. I kemi ardhur Tegut rreth e përqar. Mori secili gjërat e veta dhe tani do nisemi për në Gran. Gjësi, jemi në dita tjetër. Edhe po I kemi tënë. Sot është e martë e ky vlogu ka nisur ditën e diell, kur ne ikëm tek Tegu. Nuk e di se sa do dëgjohem, sepse kam vënë re që kur flas në makinë ka shumë zhurmë edhe me sa kam kuptuar telefoni
vendi që unë mendoj të realizoj video. Përpost kësaj, edhe koha është e paqëndrueshme, ka qenë herë shi edhe herë diell, dhe kështu që nuk e di se si do jetë rezultati. Jam shumë kurioze për të parë përfundimin. Dhe me këtë rast do bëj edhe disa foto dhe sigurisht që do ta shfrytëzoj këtë veshje. Dhe pasi të mbaroj me fotot dhe video dhe iki të marrë anin nga shkolla që tek detyrat. Nuk kam hapur telefonin sepse ju e dini tashmë që kur nuk jam të rëzi edhe nuk kam asgjë interesante për të treguar, unë nuk dua t'ju mërzis edhe të shikoni atë rutinën e mërzitshme që gjithsecila prej nesh bën. Këtu jemi për të parë dhe për të ndarë gjëra të bukura, mundohemi pak a shumë të krijojmë kontent sa më të bukur. Mbaruam edhe me video, më bëra edhe disa foto për qefin time. Dhe ja kam çuar video ngocës së marketingut tek Toskani, e miratoj dhe tani jemi super duper happy. Tani ikim të marrim Roanin nga shkolla dhe ta çojmë te detyrat atje ku Roani ka shumë qejf që të shkojë. Shpresoj shumë që të mos kem harruar gjë tek ai vendi ku ndalova, por besoj se jo. Gjëja që urrej më shumë kur dal edhe bëj foto është kur më shikojnë njerëzit dhe nuk e kuptoj këtë mentalitetin edhe këtë arrogancën që kanë shqiptarët për të parë në kokër të syrit se çfarë tipu bën. Nuk e di domethënë, vetëm tu te neve ndodh kjo, sepse jashtë nuk do t'ja di njeri fare se çfarë jetë duke bërë ti, po bën foto apo video apo nuk e di. Kurse këtu mundësisht edhe në rrugë kryesore kur kalojnë me makinë janë rrezik të ndalojnë dhe të pyesin çfarë po bën. Por hajde më tani jam bërë vite që unë bëj këtë gjë dhe kam gjetur një zgjidhje dhe zgjidhja është që të mos i shikoj fare se çfarë reagime është bëjnë të tjerë. Domethënë, kushdo që të kaloj unë nuk e shikoj fare se kush është, por thjesht vazhdoj punën jep ku e kam lënë. Kjo është mënyra më e vetme për të injoruar se përndryshe nuk do arrija t'i bëja dhe t'i përfundoja videot dhe fotot që unë dal të bëj për bizneset të ndryshme. Tani në kthim jam pak keq diellit edhe nuk besoj se dukem qartë, por çon si ka kjo. Tani jeni mësuar me mua, më keni parë në një e rëndësishme mbas gjithë kësaj gjës është që videoja u miratua, sepse në fakt gocat ma kanë çuar mesazhin që përpara një jave, edhe unë e kisha postimin sot në datën 18 dhe nuk po më sillnin tematikën me të cilën duhet të realizoja videon, edhe mbrëm në darkët më kujtua që nuk e kam realizuar akoma videon edhe çfarë do të postoj. Edhe i kam shkruar gocave pak vonë të them të drejtën, po edhe ato shumë vonë ma dërguan mesazhin edhe unë sot pra ditë isha në punë, kështu që i lajmërova që do të bëj mbas dite dhe ishim shumë okay me orarin sepse videoja duhet të postohet në orën 6, kështu që ka akoma kohë. Unë e kam realizuar dhe e kam në skedulim, por kam edhe disa editime të vogla për t'i bërë, se duke qenë se isha në rrugë, normalisht nuk munda ta përfundoj. Iko bubi, është typë. Pse dalin të qenë mes të rrugë? Shishek,
organizoj një udhëtim me shoqet. Si është i plasur atje? Ku më? Zemër. Rreti mos të kapi Janë këta, bak. ta organizoj. Janë këta Po, këtu. zemër. Ta organizoj. E kem mbështetjen time. E kam 100%. E kam lejen tënde. Pa Ti tjetër. je open mind, nuk je kështu. Çaj ke këto tani. Ti do rish me babën në shtëpi. Larg qoftë. Ne do ikim pa fëmijët. Larg qoftë. Mirë, po i them gocave. Ku ti ikim ne? Madje do t'u jap dhe mendimin ku të kaloni bukur. Ah, Do ku? do t'u ndihmoj shumë, do përpiqem. Bravo. Maksimum. Ja, kështu do ishte. Ty pa. Për të vish, direkt tek noterit pret Ama, divorci. shikoj çik. Ama, shikoj, do të them diçka. Po sa të kthesh në pushimet, na arrin asim gjikan, na gjikanat e jote. Qish. Na arrin asim gjikan, na gjikanat e jote. Ti si që ka babi, po babi ja dhe qik me lave fshatarëshe. Something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off, knowing I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been through it, never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Pyetje Rufe, kush e gjen se çfarë është ky lëngu këtu? Unë me leje, mësuesa me leje, Narden. Bravo. Është Narden Kumbulle dhe e kemi bler atë ditë që ishim në mal. Është molotov kumbull. Një kushërir im kur ishte i vogël, edhe vinte në fshat të neve, i thoshte mamit që dua amita me mjete fshati. Dhe kishte fjalën për këtë lëngun magjik. Sa po kam ardhur nga puna, kam pirë një kafe me gocat. Realisht jemi super kënaqur, u bën nga 2 orë, pa e bën re pare kohën, edhe tani jam në shtëpi, para se të vija kam marrë një pako nga Temu,
Në fakt, këto porosit e fundit janë super vënuar, nuk e di se çfarë ka ndodhur, por janë edhe përzierë me njëra tjetrën. Tani, në fakt unë e ka hapur një nga gocat, sepse ishte kurioze të shikonte se çfarë kishte, por gjithsesi unë do t'i ndaj edhe me ju tani këtu. Si fillim ka marrë këtë copën e kuqe. Dhe është kështu. Nëse e mbani mend, në një vlog ju kam treguar dhe ju kam thënë që jam duke punuar për diçka të bukur time që do dali nuk e di se kur, sepse realisht është vënuar pak si proces, por që e rëndësishme është që do dali edhe dua ta nxjerr sa më bukur dhe ashtu siç kjo gjëja e meriton, kështu që nuk do shpejtoj, por do t'i bëj gjërat avash edhe në momentin dhe kohën e duhur. Është kjo copa. Kjo në fakt është goxha copë e madhe. Kështu. Dhe pastaj kam porositur disa copa të tjera. Mendoja se ishin si kjo e para që tregova, por këto kishin qenë peceta dhe ushqimeve. Por gjithsesi janë gjëra që hyn në punë, nuk është se do ngelen aty. Dhe janë kështu nga këto pecetat për të pastruar dhe besoj se kanë super material dhe pastrojnë shumë mirë. 1, 2, 3, 4, 5 edhe 6. Mund të përdoren edhe për fëmijë sepse janë si tip fanellate. Gjëra tjetër është kjo maska për Roanin, që Roani më ka çmendur për këtë maskën, duke më pyetur kur do vinë, edhe në fakt nuk kishte faj, sepse i kisha thënë, sipas datës që më jepte te aplikacioni, i kisha thënë që do të vinë në datën 10, edhe sot është data 19, edhe ai këto 10 ditë nuk ka lënë ditë pa u interesuar. Dhe madje ka qarë. Dhe është kjo maska e Squid Game, dhe prandaj ishte aq shumë i paduruar. Ka marrë të gjën tjetër për vete dhe është për skalpin e kokës, është të curry, besoj se të gjitha e keni parë, është kështu me këtë gjën, edhe fërkon skalpin për rigjenerimin e lëkurës. Nëse shikoni në përfaqe Instagrami ose kështu, janë goxha të shtrenjta, kështu që tek tim bëri vetëm $1. Gjëja që më pëlqen nga të gjitha këto gjëra që kam marrë është kjo që ju tregoj tani, dhe është një varëse qershi për të varur të çanta, dhe aq shumë më pëlqen sa nuk di t'ja u shpjegoj. Në fakt e kishte marrë edhe Orestja, po ajo ishte goxha e vogël, ajo e Orestjas ishte për të vendosur të çelsat, në mos gaboj, kurse kjo është fiks për ta vendosur tek çanta, për ta varur te çanta, dhe do e provoj tani për ta parë edhe ju se si duket. Këto kokrat e qershisë janë aq reale sa mua më vjen t'i haj. Në fakt këtë varsen e kanë nxjerrë një nga firmat e njohura, që tani nuk di t'ju them se s'dua t'ju gënjej, por kam dëgjuar që është diku te €60. Kjo, unë e kam marrë 3, e kam marrë 2 ose... Sa bukur. Tani kjo pjesa e goldit shkon edhe me këto goldet e çantës, por edhe me ngjyrën është. Tani ju e keni marrë vesh shumë këto kohë të fundit janë fiksuar me këto budalliqet, edhe ja. Duket kështu.
por ka një të mirë sepse duke qenë që është me hapje këtu, mund ta vendosësh edhe te ky gisht i mezit, që tani s'po e vendos dot. Ndërkohë është Kiki që do të haj, po si është bërë ushqimi. Këto ishin edhe gjërat e temut, ndërkohë jam duke pritur edhe 3 ose 4 pakut të tjera, që nuk e di se kur do vinë. Tek aplikacioni më thonë që kanë ardhur në Shqipëri, por varet se kur vendos posta jonë që t'i shpërndaj në përrethe. Kështu tani mendoj që t'ju lë dhe bashkë do shifemi në vlogun e radhës që do jetë shumë shpejt. Uroj shumë që mos më kapi syri sepse realisht më kap.